tjetër, zoti Kraku. O këtësisht tjetër. Po mirë, Kraki s'tu përgjigj ty në konstatim. Mu vendos një institucion nuk guzon, pik. E dyta. Kjo tem tjetër për cilën në knaqësi diskutojmë vjetër. E ka bo po ashtu një gabim fatal në fund. Sepse e ka ndërpresë unë, se unë sa duhet pezulloj, jo të ndërpritej. Sepse kjo që është në direkt gjykatë kushtetuese. Nëse presidencia që është në diskrecion në saj... Ishte rasti pa precedent, në fakt, edhe procedura u konsideru që në fakt nuk ka njës... Ama për te kësaj i bie, vetëm Matoshi tha, Kraki vetëm pak Matosh me ty... Por diskrecion në presidentes mundet me rekomandu si pas zyre saj ligjore, me këthy gjendjen zero, me fillu prej fillimit, afotet nuk rjedhin, në kësë situatë, sepse su konstruu kurandi. Dhe me propozu, do më honë, me njëherë me që është në gjykatë kushtetuse, me edhonë zgjidhet që ty nenit kushtetuse. Gjykata kushtetuse du të me shpall nenin antikushtetus, nenin 26. Edhe me procedu kurandi shumë me regullu këtë nen. Me sharu do shta, me plotësu do shta. Po, unë po thëmë, unë jom i thar i kësaj që pak njerës për shë që jonë i thar të des të vazhdimësis. Qeveria pa njerës nuk guzon me met. Qeveria në detyrë duhet me vazhdu. Qeveri që e siguron vazhdimësin e institucioneve demokratike. Që të mos mbetet vendi vaka, a është e vërtet që... Unë nuk e bojt mo dhe këto doheqen dhauës e zda Albini. Po problemi kujna ka adresu. Glau ku sosh kërëtoj kuvendi. Gjynit barabat me kropu nuk sot. 4-5 qështi Glau kënjufca. A i adresove Matoshi, por më rëndësishme nga këndvështrimi im mund ta kem gabim është që Matoshi thotë Kurtis është interesuar ta bëjë qeveri për 7 muaj. A ka drejt Matoshi ose jo? Jo, s'ka drejt, absolutisht. Po, nga pikpamja jam, a e ka pikpamja të ti. Shikoni, debat, duhem ma shumë pikpamje për ta debatuar. Shikoni, janë bajt, kemi diskutuar dhe këtë me juve, janë bajt zgjedhjet, kemi bo fushat, pas një mandati 4 vjeçar të plot për herë të parë, janë fitu zgjedhjet, qartësisht, me gati 43%, dhe fitu si është qartësisht i ditun. Po pikërisht për këtë arsye. Kështu që nuk ka sens me mendu që fituesi që ka 20 e sa pikë larg dytit, ka shprej kështu vullnet, me as gjatë medaljen dytit në podium, dhe me thonë vazhdo. Ti shikur po thu, e ka dikush detyrim me naj votu qeveri. Se ka detyrim? është durmi bo ju? Po, absolutisht, po, normal. Prandaj ndodhin bisedime, prandaj ndodhin përpjekje që me undo arrit procedurë. Nga informacionet që i keni deri tani, a është e finalizuar marrëveshja? Pak a shumë? Jo, për marrëveshje nuk mund të flas. Marrëveshja para, a dihet marrëveshja kush do ta bëjë me këtë? Këtu shihet që deputetët e nisës kanë votuar për verifikimit. E kanë qenë dorë domosdoshmë një marrëveshje. Nuk mjafton nëse nuk janë gjithë minoriteteve. Nuk mjafton nëse nuk janë ata minoriteteve. Ajo dëshmon diçka. Ai ka numrat qeveria Kurti 3? I ka numrat. I ka numrat. E pse si pat sot në verifikim të mandatit? Ishte krejt diçka tjetër. Jo, nuk ka diçka tjetër. Bomi ferë në kutimin ta sqarojmë gjithë punë. Nëse i ka gjatë nivellit